Unë e di që jemi gjithë dëshmitar që sa shampanja është qetë për heqjen e vizave. Me ministrën tonë, me kryetarën tonë, asnjë shampanjë kurse kena parë. Po na sot hecim lirshëm krejt Evropën. Siguria është parakusht në mënyrë që të kemi begati, të kemi mundësi të kemi një ekonomi stabile, kemi investiturë cilët njën të sigurt për me investu matutje, me pas mirëqenie shoqënore, me pas secilin grup të kësaj shoqënie të prekur direkt nga ana e shtetit. Shumica e qytetarëve të rinj të Kosovës as nuk e din që janë edhe rreth 60 kilometra nga qendra e Mitrovicës e deri në kufin me Serbinë në Brnjak ose Jarin. Unë mërgjimtarë sidomos kur vinë, i inkurajoj shumë, i the merri fëmijët, merre gruan edhe shko Buzbistricës, haj një peshk, tregoju fëmijëve tu që edhe që kjo pjesë është e Kosovës, pa rreziku asnjë therr në këmbë. Sot ne populli jemi para provimit. Më beso pa asnjë hezitim për ja u them. Unë i të thash sot dhe bijut, unë kam fillu që moti, në tavolinë, me shoqëri, me miqasi, me dhonur, me nipa, me mesa, me ku i kam, mi thonë shiko, votën duhet me edhon aty ku duhet. Në një parti dhe një koalicion që ka kaos, duhet me jadhon forcën për me mujtë me realizu programin, se kaosën kombëtare nuk u zonë popullin me ty. Në këtë kontekst po them, qeveria juj dhe koalicioni juj ka kaos. Kaosën duhet me forcu për mos me ilon tjertë me pengu në realizimin e sajna. Shqyqër Zotit, sot e lexova edhe Departamenti Amerikan i Shtetit e ka vendos ligjërisht që Kosovën duhet me mbrojt, dhe unë e kam prit që dhe ditët e fundit veç do të vinë signale se ka po shkon edhe Evropa. A su prishëm me Amerikën? Ja su prishëm, po për kundër, indreshëm.